Të nderuar pjesëmarrës, mirë se erdhët në Export On. Në eventin më të rëndësishëm të eksporteve që bashkon eksportuesit shqiptar, institucionet publike, ekspertët vendas dhe ndërkombëtarë si dhe partnerë financiarë. Ky event zhvillohet në praninë dhe mbështetjen e përfaqësuesve më të lartë të qeverisë shqiptare. Para se të vijoj me fjalimet, do ju ftoja të ndiqni një video shkurtër për historikun e eksporteve shqiptare. Çdo histori eksporti nis nga një vend dhe historia jonë nis këtu, në Shqipëri. Në tokën që prodhon, në njerëzit që krijojnë, në dëshirën për të lidhur me botën. Eksportet e para shqiptare u nisën me produkte të thjeshta, bujqësi, plegtori, minerale. Ato udhëtuan drejt Italisë, Greqisë dhe Europës, si një shenjë parë se Shqipëria kishte potencial përtej kufive të saj. Për shumë vite, kjo lidhje u ndërpre. Tregtia vazhdoi, por pas zgjedhje, pa konkurrencë, pa identitet. Produktet dilnin jashtë, por historia e tyre mbetej brenda. Me hapjen e tregjeve, Shqipëria u rikthye, këtë herë me sipërmarrës, me fabrika që u ndërtuan nga e para, me biznese që mësuan të punojnë sipas standardeve ndërkombëtare. Tekstilet dhe këpucët shqiptare hynë në tregjet europiane. Mineralet, energjia dhe prodhimet bujqësore nisën të gjejnë vendin e tyre. Italia u bë partner kryesor, më pas Gjermania, Spanja, rajoni dhe më gjerë. Sot, eksportet shqiptare janë histori njerëzish, janë SME që janë pjesë e zinxhirëve europian të vlerës, janë ferma që eksportojnë cilësi dhe origjinë, janë kompani që nuk eksportojnë më vetëm mallra, por besueshmëri. Mbi 70% e eksporteve shqiptare shkojnë drejt Bashkimit Evropian, sepse Shqipëria është afër, sepse është fleksibël, sepse di të përshtatet. Në këtë rrugtim, AIDA është partneri që lidh Shqipërinë me tregjet ndërkombëtare, duke mbështetur eksportuesit shqiptar, duke hapur dyer në tregjet e reja, duke promovuar produktin Made in Albania. Por ambicia jonë shkon mëtej, nga nën kontraktimi, drejt krijimit, nga lënda e parë, drejt vlerës së shtuar, nga anonimiteti, drejt markave shqiptare që njihen dhe besohen. E ardhmja e eksporteve shqiptare është në agropërpunim, industri, shërbime dhe teknologji, në produkte që mbajnë me krenari origjinën e tyre. Nga Shqipëria drejt tregjeve të botës, ne nuk eksportojmë vetëm produkte, ne eksportojmë potenciale, dhe kjo histori sa po ka filluar. Kam kënaqësinë të jap fjalën kryeministrit të Shqipërisë, zoti Edi Rama. Zoti kryeministër, ju lutem. Përshëndetje të gjithëve, mora fjalën në fillim, ndryshe nga agenda, për shkak se nuk mund të qëndroj gjatë, por nga ana tjetër nuk mund të rija dot pa ardhur në këtë aktivitet ku për vetë rëndësinë që ka tema e eksporteve janë të pranishëm edhe Ministria e Ekonomisë, Ministri i Bujqësisë, shikoj zonës Ministrën e Ekonomisë po ashtu edhe të tjerë, ndërkohë që dua të shfrytëzoj këtë moment për të theksuar domosdoshmërinë që të gjitha kompanitë tona, të cilat janë në një proces transformimit vazhdueshëm për vetë ambicien që kanë për të rritur, është domosdoshme që me patjetër të mbajnë syt edhe nga çfarë i pret në një të ardhme jo shumë të largët, kur Shqipëria do të jetë anëtare e Bashkimit Evropian, pasi Bashkimi Evropian është një hapësirë mundësisht jashtëzakonshme, por është edhe një prag
sfida është jashtëzakonshme. Dhe ata që do të jenë të gatshëm të adoptohen, do të jenë fitus. Ata që nuk do të dinë të adoptohen, do të jenë humbës. Sot ne jemi në nisjet e një tjetër viti shumë të rëndësishëm në procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian, dhe ndërkohë jemi këtu për të mbështetur gjithë bashku një nisëm të AIDës, të Agjencisë sonë të investimeve, e cila tani më është kthyer nga dikur një zyrë informacioni në një mekanizëm mbështetje që monitoron, që asiston dhe që orienton të gjithë ata të cilët i adresohen. Dhe një nga gjërat më të rëndësishme për ekonominë tonë patjetër është domosdoshmëria për të rritur vlerën e krijuar në vend, dhe një nga sfidat dhe objektivat më të rëndësishëm të AIDës është pikërisht mbështetja e eksporteve duke mbështetur prodhimet Made in Albania. E pikërisht për këtë arsye, unë shoh me shumë simpati, por edhe njëkohësisht qeveria është këtu dhe do të jetë në vijimësi me ju për ta mbështetur përpjekjen për ta vendosur eksportuesin në qendër dhe përpjekjen për ta çuar në një nivel tjetër marrëdhënien mes eksportuesve dhe shtetit shqiptar, duke e shfrytzuar AIDën si një stacion ku eksportuesit dhe institucionet shtetërore, duke filluar nga ministritë përkatëse, takohen. Made in Albania është një markë cilësie dhe një pasaport për Bashkimin Evropian. E për këtë arsye, ne do të mbështesim fuqimisht dhe gjithmonë më shumë të gjithë ata që do të synojnë marrjen e kësaj pasaporte, ose më saktë gjithë ata që do të synojnë të japin vetes të pasaportë, duke hequr dorë nga ideja se konkurenca me çmim të ulët mund t'i çojë larg, dhe duke u fokusuar tek konkurenca me standarde të larta, me standarde të certifikuara nga Bashkimi Evropian, për të krijuar më shumë vlerë dhe për të synuar fitim përmes vlerës krijuar në cilësi dhe jo sasisë për të kapur një vlerë të caktuar. Nga ana tjetër, mbështetja direkte që ne do t'japim për certifikime ndërkombëtare është diçka që ne e shohim si një investim strategjik të shtetit, jo thjesht për t'i kursyer biznesit disa lek, por për ta ndihmuar biznesin që të futet më shpejt në tregun e përbashkët evropian. Kështu që do flasim ministrja me siguri për këtë hap që ne kemi vendosur të hedhim bashkarisht, duke shtuar mbështetjen financiare të shtetit për certifikimet ndërkombëtare, ashtu si kundër edhe për të mbrojtur markën dhe pronësinë intelektuale të çdo prodhimi që futet në tregun evropian me identitetin shqiptar. Pash këtu disa miq të punës përbashkët që prej kohësh janë angazhuar në sektorin e manufakturës, dhe më vjen shumë mirë që
tranzicioni i pashmangshëm nga fasoneria thjesht tek cikli i mbyllur me dizajnin, me tekstilet, me përpunimin e drurit dhe kështu me radhë, na ka dhënë një provë shumë qartë që kush nuk pret që vazhdimësia e sipërmarrjes t'i garantohet nga oksigjeni i shtetit, por i beson inovacionit dhe vetë transformimit fiton. Kush pret që në të kundër të erës imponuar nga transformimi të vazhdoj të rri aty ku është mësuar dhe aty ku ka qëndruar, duke u mbajtur me oksigjen nga shteti, është thjesht dhe vetëm duke shtyr në agoni ditën e fundit. Dhe besojmë shumë tek manufaktura, besojmë shumë tek gjithë ata që po eci në rrugën e transformimit dhe të krijimit vlerës shtuar, dhe për të krijuar më shumë vlerë shtuar përmes manufakturës do të bëjmë më shumë në mbështetje të sipërmarrjeve që do të përqafojnë sfidën e transformimit. Po ashtu, agropërpunimi është diçka që e kemi vendosur në krye të, ose më saktë në prioritetet e listës sonë të punëve, dhe sa më shumë të tërheqim nga kanali i eksporteve lëndën e parë, dhe sa më shumë të fusim në kanalin e eksporteve lëndë të parë të përpunuar në vend, aq më shumë do të mbajmë vlerë të shtuar brenda kufive tanë. Faza kur baza kryesore e eksporteve ishte nxjerrja jashtë e lëndës parë, është një fazë që duhet ta konsiderojmë për të tejkaluar. Dhe sidomos kur vjen puna tek bujqësia, është shumë e qartë që hapi tjetër është agropërpunimi, dhe si kundër bëm në fazën e parë të qeverisjes me grumbullimin, duke siguruar që Shqipëria të ketë tani më një rrjet të konsoliduar dhe të fuqishëm pikash të grumbullimit me standarde të larta, duam të kemi një rrjet të konsoliduar të agropërpunimit. Sigurisht që një nga çështjet që janë adresuar me përmirësime të ndjeshme, por jo tërësisht nxjerr jashtë tryezës ku sipërmarrja ka trashëtuar problemet, është çështja e barierave dhe logjistikës. Është çështja e procedurave eksportuese, lehtësimi i korridoreve logjistike për të ulur sa t'i dhe mundur kohën dhe kostën e transportit. Dhe Ministria me siguri do t'ju jap më në detaje se ku jemi dhe ku duam të shkojmë pa humbur shumë kohë me zero burokracinë e doganave, natyrisht duke mbështetur tek digitalizimi. Ka një çështje që do të duhet një kohë më e gjatë, edhe mbase në vijim ju do ta diskutoni për të kuptuar edhe ne se ku është pika e dobët, pasi kemi vendosur instrumenta të ri financiar posaçërisht për ndërmarrjet eksportuese, duke ulur riskun e tyre përballë bankave tregtare, dhe gjithsesi absorbimi, thithja e këtyre fondeve është
shumë e ullët krahasimisht me çfarë ne do donim të ishte. Kështu që qoftë për linjën e kreditimit të Bankës Shqipërisë, qoftë për çfarë do të fillojë të bëj Banka e Re e Zhvillimit, është shumë e rëndësishme që të kuptojmë eksaktësisht për jush se ku është pika e dobët dhe si ta adresojmë në mënyrë që këto instrumenta të jenë sa më të arritshëm nga ju dhe që ne të mund të fusim në dispozicionin tuaj sa më shumë fonde. Linja e kreditit e Bankës Shqipërisë është në thonjza pa limit, po në fakt është konkretisht pa limit, po të kemi parasysh se sa larg jemi ne nga thithja edhe pjesës parë të fondeve që është vënë dispozicion. Dhe në fund fare dua ta mbyll duke ju thënë diçka që gjithmonë më shumë për hir të vërtetës kompanisë shqiptare po e kuptojnë vetë dhe po përpiqen ta adresojnë vetë, por që përsëri unë besoj që mund ta adresojnë shumë më shpejt, mund ta adresojnë shumë më mirë dhe me shumë më tepër përfitim, që është investimi në burime njerëzore. Përpara disa vitesh, mbase ndonjëri për jush e ka dëgjuar se kam thënë edhe herë tjera, u publikua një listë e kompanive më të mëdha globale dhe ecja e tyre në 10 vite. Dhe ishte diçka e jashtëzakonshme e pasqyrë për të parë lidhjen drejt për drejt mes investimit në burime njerëzore, trajnimeve, kualifikimeve, të mbështetur financiarisht nga kompanitë dhe fitimit. Dhe të gjitha ato kompani që në fillim të 10 viteve kishin investuar më pak në burimet e tyre njerëzore, kishin ardhur me rënje në raport me kompanitë që kishin investuar në burimet e njerëzore. Dhe habia më e madhe ishte që çka ishte investuar në anë në burime njerëzore reflektoi si plus në çfarë ishte fituar. Në fillim duket sikur jep, po në fakt ai burim njerëzor ku ti investon të kthen atë që ti jep disa fish. Dhe kjo është shumë e rëndësishme edhe në kuadër të sfidës që thash për sa i përket procesit të antarësimit në Bashkimin Evropian. Kështu që Eksporton është një platformë e cila prezantohet para jush sot, por që njëkohësisht do të merret me matjen e indikatorëve që do të vinë nga realiteti i punës suaj të përditshme dhe që çdo vit do të nxjerrë edhe raportin e vet për se si kanë lëvizur volumet eksportuese, një raport që do t'i vlej qeverisë për të adresuar nga ana e vet nevojat, do t'ju vlej dhe juve për të kuptuar se ku dhe si lëviz eksporti. Shumë faleminderit për durimin. Ndjes që megjithëse nuk e bëra këtu premtimin, po asnjëherë kur unë premtoj të flas shkurt nuk e mbaj dot premtimin, kështu që shpresoj që të mos ishte e mërzitshme. Edhe jam i bindur që ministrat që do flasin më pas bashkë me drejtoren e AIDës do të plotësojnë gjitha ato boshllogje që unë lash në fjalën time, ndërkohë që dëshiroj ta falenderoj përpara jush drejtoren e AIDës për punën e jashtëzakonshme dhe me rezultat që ka bërë dhe po bën, dhe uroj që të vazhdoj kështu dhe ta çojë më parë këtë transformim të AIDës, duke e bërë gjithmonë më shumë AIDën një instrument në duart tuaja. Shumë faleminderit.
Faleminderit zoti kryeministër. Kam kënaqësinë të ftoj zonjën Delina Ibrahimaj për të shtjelluar më tej në fakt planin e ri të rritjes eksporteve të njoftuar dhe nga kryeministri. Zonja ministre. Përshëndetje të gjithëve. Shumë falenderit. Në fakt, kryeministri e mbylli fjalën duke thënë që ne do shtjellojmë më në detaj të gjitha ato elemente që mbetën pa përmendur. Unë mendoj që më së miri u përmendën të gjithë komponentët, të cilët do të jenë pjesë e diskutimeve të platformës Export On, që nga nevojat, që nga mbështetja, që nga planet dhe projekte që neve kemi. Megjithatë, unë do mundohem që të jem mbështeruese. Në fillim fjalës time do doja që në radhë të parë të falenderoja Aidën për idenë, për organizimin e aktivitetit dhe për çeljen e platformës Export On, por mbi të gjitha do doja që ta uroja pasi ky event vjen dhe gjithashtu me 15 vjetorin e krijimit të agjencisë. Dhe më vjen mirë që agjencia tashmë është një institucion i konsoliduar, një institucion i cili është në mbështetjen e biznesit shqiptar, në mbështetjen e investimeve shqiptare, qoftë vendas edhe ato të huaja, në promovimin e eksporteve dhe në lidhjen e kompanive shqiptare me tregjet eksportuese ndërkombëtare. Në të vërtet, ekonomia shqiptare në vitet e fundit ka ardhur në përmirësim. Ne kemi pasur një rritje të qëndrueshme të prodhimit të brendshëm bruto, kemi pasur rritje të qëndrueshme të investimeve, rritje të qëndrueshme të numrit bizneseve, të punësimit, të pagave, tregues të gjithë këto që kemi pasur një klimë biznesi e cila ka nxitur sektorin privat dhe ka nxitur ekonominë vendase. Nga ana tjetër, nëse shohim në strukturën e ekonomisë, ne vijojmë të mbetemi kryesisht një ekonomi e mbështetur në shërbime dhe gjithashtu e mbështetur në konsum vendas. Ne duam ta ndryshojmë modelin e zhvillimit të ekonomisë shqiptare, ne duam që të krijojmë potencial dhe të mbështesim një ekonomi e cila mbështetet në investime, mbështetet në eksporte dhe mbi të gjitha këto shërbejnë për të mbështetur rritjen e produktivitetit. Po si do ta bëjmë ne këtë? Si është struktura e eksporteve sot? Në të vërtetë, eksportet shqiptare janë rritur në 5 vitet e fundit, megjithatë kemi parë një zhvendosje të strukturës. 85% e eksporteve janë të përbëra nga eksportet e shërbimeve, ku turizmi, siç jeni në dieni, po zë gjithmonë më shumë peshë në këtë sektor, në sektorin e shërbimeve pra. Nga ana tjetër, pesha e eksporteve të madhrave ka ardhur në reduktim. Eksportet e madhrave për hir të vërtetës në vlerë në 5 vitet e fundit janë rritur dhe në vëllim janë rritur. Megjithatë, shërbimet janë rritur shumë më shpejt se sa madhrat dhe ndaj ne jemi të kujdesshëm me qëllim që të hartojmë politika për të mbështetur më së shumti eksportet e madhrave që janë sigurisht të lidhura me kapacitetin prodhues të vendit dhe me industrializimin e vendit. Për këtë arsye, ne gjatë vitit të ardhshëm, pra gjatë vitit 2026, do të miratojmë një politikë industriale e cila do të nxjisë prodhimin vendas. Megjithatë, sot nuk do flas për këtë, sot dua të flas për një program në të cilin neve kemi miratuar në dhjetor të vitit kaluar, programi për nxitjen e eksporteve. Ky program ka ardhur si rrjedhoje shumë analizave që ne kemi bërë, me qëllim analizimin e kush janë sfidat që eksportuesit kanë dhe çfarë nevoje kemi ne si ekonomi për të nxitur prodhuesit drejt eksportit. Programi është i hartuar në 4 shtylla kryesore. Shtylla e parë lidhet me ndërgjegjësimin dhe në fakt edhe aktiviteti që ne kryejmë sot, po edhe platforma Export On, por edhe puna e përditshme e Aidës shkojnë në drejtim të rritjes së ndërgjegjësimit. Ne nëpërmjet këtij programi duam të fuqizojmë rolin e Aidës si pikë kyçe për nxitjen e eksporteve, por nga ana tjetër duam dhe gjithashtu të fuqizojmë dhe të strukturojmë më mirë diplomacinë ekonomike, një program të cilin neve do ta lançojmë shumë shpejt në bashkëpunim me Ministrinë e Jashtme. Nga ana tjetër, me qëllim që të rrisim promovimin e eksporteve, kryeministri foli për produktin Made in Albania. Gjatë këtij viti ne do të hartojmë dhe do të miratojmë ligjin për Made in Albania, i cili do të ndihmojë brendin, do të ndihmojë produktin për
qoftë marketim brenda vendit, por qoftë edhe ruajtje dhe njohje të produktit e cili do të ndihmojë në eksportin jashtë vendit, duke u kujdesur që të krijojmë standarde të cilat të jenë në linjë me standardet e Bashkimit Evropian. Komponenti dytë lidhet me thjeshtimin dhe digitalizimin e procedurave. Kryeministri e përmendi, ne kemi pasur që në krye të herës një vizion për digitalizimin e të gjitha procedurave dhe në fakt për disa vitesh tashmë jemi duke punuar me një projekt të Bankës Botërore që lidhet me lehtësimin dhe thjeshtësimin e tregtisë, kryesisht të lidhur me pikat kufitare dhe me doganat shqiptare. Shumë shpejt ne do të çelim dritaren e vetme unike, e cila do të shërbejë për të gjithë eksportuesit në mënyrë që të gjithë operatorët që punojnë, operatorët shtetëror që punojnë në pikat kufitare, të kenë një dritare të vetme unike dhe bizneset i drejtohen dritares së vetme unike, pa pasur nevojë që ato të shkojnë nga institucioni në institucion me qëllim zbatimin e procedurave doganore. Në ndërkohë, po me Bankën Botërore, po mbështetemi në drejtim të lehtësimit të tregtisë me komponentin me fazën e dytë të projektit lehtësimit të tregtisë, i cili do të merret jo vetëm me agjencinë doganore, por do të merret dhe me tranzitin, me autoritetet portuale, pra me të gjithë komponentët që lidhen me tregtinë. Dhe gjithashtu ka një komponent të qëndësishëm që merret me infrastrukturën e cilësisë, e cila është domosdoshmëri me qëllim që prodhuesit shqiptar, eksportuesit shqiptar të kenë standardet e duhura me qëllim përgatitjen e tregut shqiptar për tregun e përbashkët evropian. Komponenti tretë lidhet me harmonizimin e standardeve të tregut të përbashkët evropian. Më parë, unë kam folur dhe në vijim brenda 3 mujorit të parë të vitit, ne do të lançojmë programin kombëtar për mbështetjen e biznesit për integrimin evropian. Është një program i cili ju prek të gjithëve ju sigurisht, është një program i cili prek të gjithë bizneset shqiptare, por sigurisht peshë të madhe kanë bizneset eksportuese. Programi do të jetë me disa shtylla gjithashtu, do të merremi me ndërgjegjësim, me informim, me rritje të kapaciteteve, por gjithashtu një komponent i rëndësishëm do të jetë edhe financimi i kompanive me qëllim arritjen e standardeve dhe nxitjen e eksporteve. Si do të bëhet financimi, dhe këtu vim tek shtylla e fundit dhe e katërt e programit që neve tashmë kemi miratuar për nxitjen e eksporteve, do të bëhet nëpërmjet instrumentave të ndryshëm. Banka e Zhvillimit është një prej instrumentave e cili ne kemi miratuar ligjin vitin e kaluar dhe do ta operacionalizojmë. Brenda ligjit të Bankës së Zhvillimit ka një element të qartë që lidhet me eksportuesit. Jo vetëm me financimin e modernizimit të industrisë shqiptare, por Banka e Zhvillimit do të shërbejë dhe si agjenci eksporti në drejtim të sigurimit të eksporteve. Një instrument i cili është i rëndësishëm me qëllim uljen e kostove dhe uljen e riskut të eksportuesve, dhe siç e dini ju fort mirë, është një pjesë e madhe e kostos që lidhet me eksportin, me transportin, dhe financimi i eksportit në drejtim të mbulimit të këtyre kostove do të jetë një pikë e cila do të mbështes eksportet. Nga ana tjetër ka shumë instrumenta të Bashkimit Evropian, të cilat ende nuk janë të shfrytzuara, të cilat do të duhet të shfrytëzohen. Dhe nëpërmjet fuqizimit të Bankës së Zhvillimit, ne do të kemi akses në të gjithë programet e Bashkimit Evropian që shërbejnë për nxitjen e prodhimit vendas, nxitjen e eksporteve, arritjen e standardeve, arritjen e rritjes së afrimit dhe të aksesit të brendit Made in Albania në të gjithë tregjet europiane. Po e bëjmë këtë me tregjet europiane, siç po e bëjmë me tregjet e Ballkanit Perëndimor, si një hap i parë drejt aksesit në tregun e përbashkët europian. Të gjitha këto janë nisma iniciativa që shërbejnë në fuqizimin e biznesit shqiptar. Megjithatë, instrumenta të cilat nxisin dialogun, instrumenta të cilat ne na shërbejnë për të marrë informacion për problemet reale që çdo biznes ka, për problemet reale që çdo fushë eksporti ka, në drejtim të përballimit të sfidave të tregut shqiptar, po dhe të tregut të përbashkët evropian në të ardhmen,
është një ndihmes në hartimin e politikave. Ne jemi këtu me qëllim që të dëgjojmë, me qëllim që të garantojmë që shqetësimet tuaja dëgjohen dhe që shqetësimet tuaja përkthehen në politika nxitëse dhe mbështetëse. Do të jemi këtu në vijim nëpërmjet AID-s, nëpërmjet gjithë strukturave të Ministrisë së Ekonomisë dhe Inovacionit, me qëllim që të ngrëmë grupet e përshtatshme të punës, që të kuptojmë ku qëndron problemi dhe që të mundohemi ta zgjidhim atë. Brenda analizës që ne gjatë këtij viti do të kryejmë për eksportet, për produktin Made in Albania, do të kujdesemi gjithashtu që të bëjmë një analizë të thelluar të gjitha tarifave që ekzistojnë në vend, pasi patjetër që janë të rëndësishme me qëllim nxitjen e prodhimit vendas, përveç tarifave, barierave jo tarifore, të cilat unë e përmenda më parë dhe u përmendën dhe nga kryeministri. Besoj fort që ky vit është një vit i cili duhet na gjejë të angazhuar të gjithë bashkë me qëllim që informacioni që ne do të marrim dhe informacioni që do të përpunojmë të vijnë në shërbim tuaj dhe të gjitha politikat që ne do duhet të ndryshojmë me qëllim antarësimin në Bashkimin Evropian, të mos jenë politika të cilat dëmtojnë tregun shqiptar, po të jenë politika të cilat të gjithë bizneseve shqiptare i hapin një perspektivë të re, një treg të ri dhe biznesi shqiptar të jetë sa më konkurrues në tregun e përbashkët evropian. Shumë faleminderit Laura për organizimin e këtij eventi dhe uroj që të kemi një vit sa më të suksesshëm gjithë së bashku. Faleminderit zonja ministre, sigurisht të gjitha propozimet dhe diskutimet do të jenë të shtjelluara në tryezat që do të mbajmë pas pak minutash, por ndërkohë është momenti për të folur për bujqësinë dhe kam kënaqësinë të ftoj ministrin e bujqësisë, zotin Andi Salla. Përshëndetje gjithëve, përshëndetje Aida për këtë takim, cili është një takim ku bëm bashk bizneset dhe të gjithë ata që eksportojnë, sidomos në bujqësi dhe agropërpunim, ku potenciali është më i madh, por edhe standardet janë më kërkuese se kurrë. Eksporton vendos tryezë të vetme politikat e eksportit, financimit, standardet, promocionin dhe pagesat reale të sektorit privat. Sot eksporti nuk është thjesht shitje jashtë vendit, është besueshmëri, certifikim dhe me ndihmën gjitha një garanci për konsumatorin. Raporti i eksportit sot ka arritur 1:3, krahasuar me raportin 1:17 vite më parë. Ne kemi synim që të arrijmë në raportin 1 import dhe 2 eksporte. Eksportet tona shtrihen në 80 shtete të vendeve të BE-s, ku në gjithë ne kemi 58 vlera % të vlerës totale të eksportet bujqësore. Strukturat e eksporteve tregojnë ku jemi më fort, ku zarzavatet zën peshë më të madhe në sasi dhe në vlerën të ndjekura nga peshku në produktet e detit. Kjo do të thotë që jemi në rrugën e dur, sepse BE të hapet dera vetëm kur kemi standard, kontroll, dokumentacion dhe produkt të sigurt. Aktualisht ne punojmë në disa drejtime paralele me parafrimin e plot të legjislacionit BE-s me synim finalizimin e transpozimit ligjor deri në 2027 dhe konsolidimit e kontrollit zyrtar në nivelin qendror dhe rajonal brenda 2026-s, si dhe digitalizimi i kontrollit ushqimor, i cili do të mundsoj monitorim të vazhdueshëm, standardizim të dhënash në kohë reale që i shërben njëkohësisht konsumatorit dhe eksportuesit. Në këtë linjë investimet në rrjetin laboratorik, modernizimi i laboratorëve rajonal dhe forcimi i pikave të inspektimit kufitar, të cilat janë thelbësore për besueshmërinë e analizave dhe lehtësimin e procedurave të eksportit. Synimi im ynë është në bujqësi 2030 që eksportet bujqësore dhe të shkojnë në $1 miliard deri në vitin 2030. Prandaj përmes skemave kombëtare dhe së shpejti dhe nëpërmjet i partit, ne do të mbështesim modernizimin e fermave dhe kapacitetet e përpunimit. Për vitin 2026 janë planifikuar rreth 2 miliard lekë mbështetje investimi me grante deri në 50% të vlerës investimeve, si dhe instrument financiar përmes fondit garanci sovrane për subjektet agropërpunuese, pra një paket e integruar mbështetje.
Ne do të vazhdojmë të ndërtojmë sisteme të standardeve dhe infrastrukturën, ndërsa ju, si sektor privat, duhet të investoni në cilësi, certifikim, organizim, sepse eksporti është maraton dhe jo sprint. Dhe bashkë duhet bëjmë që Shqipëria dhe produktin shqiptar një histori suksesi që lexohet në etiketë dhe promovohet në treg Made in Albania. Shumë faleminderit. Faleminderit zoti ministër, duke qenë se po jepe një sër informacionesh të rëndësishme, do kërkoja të mbajmë pak qetësi, sepse mendoj që do mund të mësojmë më shumë nëse mbajmë pak qetësi. Faleminderit shumë. Ndërkohë do ftoja organizatorin e eventit, zonjën Laura Saro, drejtuese e AIDAS, për fjalën e saj. Shumë faleminderit. Më ra detyrë e vështirë që të tërheq vëmendjen tani, se e kisha menduar për në fillim, por do e mbaj shumë shkurt. E para që më vjen që realisht shumë faleminderit që jeni këtu, edhe që besoni në një platformë që e ka nismën sot dhe të suksesshme e bëni ju, edhe patjetër e bën përgjegjësia dhe respondi që do ketë nga gjitha institucionet. Kështu që u tha shumë çka këtu nga dy ministra dhe nga kryeministri, kështu që mbetet vetëm pa dashur që t'i hymë realisht të përmbajtjes dhe qëllimit real të këtij eventi, që është diskutimi dhe tryezat e dialogut. Tryezat e dialogut ku I kemi të gjithë aktorët e ekosistemit përballë njëri tjetrit, siç ju jeni në dieni dhe kemi bërë dhe disa takime paraprake, sot kemi dy tryezat të cilat do organizohen paralelisht, tryezën e manufakturës agropërpunimit dhe kemi të gjithë aktorët institucional dhe jemi aty për të dëgjuar ju. Kështu që ka një ndryshim të madh, besoj gjithë fjalët edhe monologjet I bëm sot dhe e dim shumë mirë që për të rritur GDP-n na duhet zëri juaj, na duhet dialogu midis njëri tjetrit dhe ta shohim njëri tjetrin sy në sy që siç tham ta përmirësojmë edhe ato nisma që ne I kemi qeveritare, ti moderojmë dhe ti përshtasim sipas nevojës dhe problematikave apo jetës për të ecur më përpara. Kështu që pa dashur ta zgjas shumë, ju lutem të gjithëve sipas listës që kemi të kalojmë tek dy tryezat e diskutimit dhe në fund do mblidhemi sërish këtu për të caktuar detyrat që I kemi lënë njëri tjetrit. Zotimet, premtimet, planifikimet strategjike patë mundësinë që ti shfaqim këtu. Më vonë në fund do kemi mundësinë që të ndajmë detyrat tona së para dhe detyrat tuaja, për t'i lënë dhe hapin pastaj ndjekjes së tyre. Kështu që shumë faleminderit edhe një herë dhe ju mirëpresim që të vijojmë diskutimin real në për tryeza.